Ushqeje një agjërues për hir të Allahut. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed a.s. ka thënë: Kushdo që ushqen një agjërues, do të ketë shpërblimin e njëjtë sikur të atij agjëruesi, pa i munguar asgjë nga shpërblimi. Na është shpjeguar nga njerëzit e ditur se kushdo që i jep një muslimani apo një muslimane diçka për të bërë iftar, do të arrijë këtë shpërblim, siç është përmendur në hadith. Për të bërë iftar është një fjalë e përgjithshme që përfshin edhe dhënien e hurmave. Sipas traditës profetike, është që të bëhet iftar me hurma, siç na është transmetuar nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte zakon të bënte iftar para faljes së namazit të akşamit me 3 kokra hurma të freskëta. Nëse nuk ishte hurma të freskëta, atëherë do të hante 3 hurma të thara, dhe nëse nuk ishte hurma të thara, ai do të pinte 3 glënka ujë. Këshill, vëlla im, motra ime, blije një kuti ose disa kuti me hurma, merri me vete në xhami, edhe i jepu agjëruesve për hir të Allahut që ta çelin iftarin. Transmetohet nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë: Profeti Muhammed a.s. erdhi që të vizitonte Sa'd ibn Ubaden, i cili shërbeu me bukë dhe vaj të dërguarit të Allahut. I dërguari i Allahut a.s. hëngri dhe tha: Vëzhguesit e agjërimit kanë bërë iftar me ty. Ky është një përkthim literal, ndërsa kuptimi është: Allahu të shpërbleft që i shërbeve agjëruesit me ushqim që të bëj iftar. Njerëzit e devotshëm kanë ngrënë ushqimin tënd, kurse melekët dërgojnë bekime tek ti. Në komentin e haditheve të zgjedhura shkruhet kështu: Fjala aftara është informuese në natyrë, mirë po është përdorur në kuptim të lutjes. Kështu që ajo që kuptohet këtu është: Allahu ju dhënë shpërblimin e atij që angazhohet për përgatitjen e iftarit për dikë. Nën kupton nxitjen e dikujt për mikpritje me mjetet e tij. Sheikh Muhammed bin Salih El Uthaymin rahimahullah thotë: Ata që kanë mundësi duhet të përpiqen që të ushqejnë ata që janë agjërueshëm në iftar, ose në xhami, ose në vendet e tjera. Kjo është kështu, sepse kushdo që ushqen një agjërues, ai do të marrë të njëjtin shpërblim sikurse ai që agjëron. Kështu që nëse një person ushqen vëllezërit e tij që janë duke agjëruar, ai do të marrë të njëjtin shpërblim sikurse ata. Prandaj, ata që Allahu i ka begatuar me pasuri, duhet përfitojnë nga kjo mundësi që të fitojnë shpërblime të mëdha. I pyetur rreth organizimit të gostive, thirrjes së njerëzve, therrjes së kafshëve, shpërndarjes së mishit për bamirësi dhe të tjera përpjekje për ushqim, shefi Uzani u përgjigj: Ofrimi i ushqimit në Ramazan ka mirësi shtesë për shkak të shenjtërisë së kohës dhe nevojës që agjëruesit kanë për ushqim. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed a.s. ka thënë: Kushdo që ushqen një agjërues do të ketë shpërblimin e njëjtë sikurse shpërblimi i tij, agjëruesit. Kështu që ofrimi i ushqimit në këtë muaj për nevojtarët është prej veprimeve më të mira, sepse shpërblimi i bamirësisë në muajin e Ramadanit shumëfishohet më shumë se sa në muajt e tjerë. O Allah, pranoj veprat e mira, mështo shpërblimet dhe mëshirën tënde. Pastro mëkatet e mia dhe mi fal ato plotësisht. Lësho mëshirën tënde mbi mua dhe më shpëto nga turpërimi ditën e llogarisë. Amin.